Drejtuesi politik I Partisë Demokratike për qarkun e Gjirokastrës Tritan Shehu, së bashku me kandidatët për deputet Alma Kori dhe Bejram Hysa, kanë zhvilluar takime me punojësit e biznesit fason në qytetin e Gjirokastrës. Ata kanë prezantuar programin e PD-s për rritjen e punësimit, pagave dhe mbështetjes ndaj biznesit, kryesisht atij fason si prioritet. Paga do jetë 500 euro minimale. Inshallah, besoj, po do thosha edhe për pensione, se unë jam dhe në pension, po vetë 4 vjetë, edhe për që më ndihmoni. Pensione nuk është mjaftueshme. Sa e keni pensione? Ne në fakt programin tonë kemi një rritje prej 20% të pensioneve. Dhe pas kësaj do keni kartën e pensionistit, çdo muaj do të kthehen ajo të VSH-ja. Do dhe në Greqi, që ne kemi më afër dhe e dim të kthehet ajo. Inshallah, besoj, inshallah. Beson? Më vjen mirë që ju besoni të programin. Gjithashtu kandidatët për deputet janë njohur me vështirësitë me të cilat ndeshet ky biznes në kushtet e ekzistencës. Kjo ju ka shkatruar eksportet në tërësi. Pra kjo në ka gjë që ka godet prodhimin vendas, kjo është. Dhe kjo është ndodh pikërisht nga trafiqet, nga larja paras. Tu kemi të bëjmë me një riciklin masiv parash, të cilët kanë bërë që shkatrohet euro dhe rënjes po fundos eksportet tonë. Fundos eksportet do thotë fundosi prodhimin shqiptar. Eksportet që kanë të bëjnë direkt me euro, se ne jemi me ata që bëjnë import është tjetër gjë. Ne që bëjmë eksport, ata që bëjnë import është gjë shumë e mirë dhe shumë e levetëdi. Ne që bëjmë eksport vallë. Eksporti çfarë është prodhimi vendas. Rënja drastike e monedhës europiane ka goditur më së shumti biznesin fason, që ka mësuar humbje të konsiderueshme dhe që ka çuar shumë ndërmarrje drejt falimentit.